Në Pallatin e Sportit, Qazim Dervishi ka startuar edicionin 22 i Memorialit Ndërkombëtar të Boksit Vllaznia 2025, një nga aktivitetet më prestigjioze në kalendarin sportiv të qytetit. Në ditën e parë të turneut u zhvilluan duele mes boksierëve amator nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Italia dhe Polonia. Spektakli i duarve të lira solli përballje dinamike dhe emocione për publikun shkodran, me disa nga boksierët që spikatën me paraqitje të fuqishme. Fitues së ndeshjeve të para u shpallën Emanuel Koço dhe Ani Haxhellari, përfaqësues së Shqipërisë, Loris Idrizi nga Kosova dhe Tomislav Dinovic nga Malizi. Janë shumë të rëndësishme se prej aty fillon dhe boksi profesionist, fillojnë rritjet, atë që po kërkojmë nga shteti dhe nga bashkitë, që të rrisim sa më shumë talentet e reja, se duke filluar me talentet e reja, arrim të rrisim dhe boksin profesionist. Ky memorial kësaj radhë ka një të veçantë sepse ky memorial si mirë po e bëjmë me Fist and Fire, po bëjmë me boksierë profesionistë. Janë 3 neshje presioniste, janë presioniste. Neshje të hapta, neshje që boksierë që vinë këtu janë prej kompanisë Fist and Fire, janë paguar shumë atje për me fitu, edhe ata kanë ardhur me dëshirë. Memoriali do të vijojë me duelet e rallës edhe në 2 ditët në vijim deri të dielën më 8 qershor me finalet përmbyllëse.